Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Pronat me ligjin 7501, afatet e reja për tapin, flet drejtoresha. Drejtoresha e Komisionit për verifikimin e titujve të pronësisë sqaron procedurën e re të aplikimit dhe afatet. Certifikata brenda 4 muajve. Rikthimi fajdeve, xhepa dhe preçi, bankat me fitime edhe pa kredi. Raporti Bankës së Shqipërisë, flasin 2 ekspertët e njohur. Dëshmia për 2 vajzat e mbytura në Vlorë, lan 3 fëmijë jetim, familjes tetovare i kërkojmë falje. Flasin nëna, gjyshja dhe vjera Emanuela Marajt dhe Gjoana Canit. Djali nga Tetova vdiq si hero. Elbasan, 2.000 euro për vend pune, arestohet 28 vjeçarja. Grabitja, plumb pronarit argjendaris në Tiranë, në 97-ën i vran nënën. Basha përballë Selamit në Shkodër, kur unë luftoja më godisnit me gur. Patozi në Korçë, mesazh Selamit. Një opinion nga Mentor Nazarko mban titullin Ministrat e Partisë Demokratike nën Ramën sulmojnë paraardhësit e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nga Engert Pëllumbi, populizëm apo kushtetueshmëri. Nga Fatmir Laçi, si të parandalojmë rënien e zjarreve në pyje. Në brendësitë gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Shëndet, flet kirurgu, pse varicet janë të rrezikshme, rëndësia e trajtimit në kohë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, raporti për zgjedhjet, na vodhën 7 mandate. Albana Vokshi, misioni OSBE Odirit raportoi 5% deformim. Strazimiri, rikthim si në vitin 2001. Ja si e mori timonin Edi Rama. Vëzhguesit e kanë pasur të pamundur të numëronin 80.000 vota. Përgjimi në komisariat zbulon grupin e drogës. U kapën me 1.3 ton kanabis në Kavaj, lije në burg të rinjt. Arvis Muçaj përlotet para gjykatës, martohem në gusht, jam pa faj. Nga Zgan Haklej botohet opinioni ditës me titull Triumfi i Bashës përballë dezertorëve. Nga Mojkom Zeqo, eseja e ditës, të padukshmit dhe realitetet virtuale. Grabitja, plagoset pronari argjendaris, 20 vjet më parë i vran të Jëmën. Intervista, Irma Liboova, si e mbush bashllëkun që më la im shoq. Nevila Nika, testamenti Skënderbeut në duart e një arkeologu rus. Raporti kontrollit të lartë të shtetit, largimet e padrejta nga puna. Ujësjellës Kanalizime Tiranë ka borxh 68 milion lek. Flet rektori, Universiteti Luarasi, tani certifikim nga britanikët. Libri ri i gazetarit Dashnor Kaloçi, Alex Buda Dembel, Stefanaq Pollo priret vetëm pas interesit personal. Publikohen dokumentet me karakteristikat e 2 profesorëve dhe akademikëve të njohur. Është një dosje përgatitur nga Dashnor Kaloçi në faqet e gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, kompensimi, pronat, rivlerësohen 300 dosjet. Agjencia rishikon dokumentet nga ish pronarët të cilët kishin mangësi. 2 rrugët që subjektet i shmangen penalizimit dhe të fitojnë kompensimin e plot. Tiranë, tentohet grabitja argjendaris, pronari ndal hajdutin, por plagoset. 16 tonët e drogës në Vlorë, informacioni u dha nga Shërbimi Informativ Shtetror. Fondet, Samiti Triestes, dokumenti që zbulon mashtrimin e Edi Ramës. Zbardhet raporti i plot, Shqipëria pas një projekt. Zgjidhja, Komisioni Evropian i qer maskën qeverisë. Polikron Qelo, mbi peshat e fëmijët, ushqyerja dhe rreziqet që paralajmërohen. Arrestimi, vrasja e Gjoveshit, autori kapet gjatë arratisjes në Greqi. Intervista, Gjosha, shkarkimet për motive politike, kosto për integrimin. Festivali, 7 netët e jazz bën bashk shqiptarët dhe serbët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, qeveria, Rama 2, drejt rrudhjes, ja ministrat që rikthehen. Socialistët do kenë në fund të gushtit një panoram të qartë të qeverisë që do të kenë në 4 vitet e ardhshme, ndërsa grupet e punës skicojnë prioritetet. Mësohet se qeveria e re do të ndryshojë jo pak në arkitekturën e saj dhe në emrat e ministrave.
pritet që Xhafaj të kalojë te Ministria e Brendshme, Gjiknuri te Transportet dhe Tahiri te një ministri e re që do të mbulojë pronat, hipotekat dhe legalizimet. Droga e Kavajës, si u zbuluan 5 të rinj që dyshohen për trafikun e 1.3 ton kanabis. Qëndrimi, largimi teknikëve, mandia, respektoi vullnetin politik. Patozi krijon lëvizjen për ngritjen e Partisë Demokratike, bashkëpunojmë me Bashën. Cilësia e ajrit, raporti evropian, në 2016 Shqipëria pati 2120 viktima. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapeqiu, Chelsea fitores. Asgjë nuk do jetë si më parë. Sigurisht, do ndryshojmë Republikë e re brenda partisë. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaze, titullohet Qeveria e vogël, fillimi mbar i mandatit të dytë. Nga Valbona Mehmeti, komenti për tej fuqisë që njohim. Nga Elton Dreka, sëmundja e tranzicionit. Rëfimi Rall, Ad Gjeçovi, si ruajti unazën e arit të gjetur në 1900-ën. Në brendësitë gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Ekonomi. Eksportet, ekonomia nuk përshfrytëzon kapacitetet e veta, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, nisin aplikimet për në universitet, ja procedura. Kandidatët duhet zgjedhin deri në 10 programe studimi nga lista që ofrohet nga shkollat e larta publike dhe private për vitin 2017-2018. Universiteti Mjekësisë ndryshon vlerësimin me pikë të lëndëve prioritare, si veprohet me pagesën e tarifës dhe hedhjen në sistem të notës mesatare. Mësuesit, emrat dhe datat për provimin e shtetit. Publikohet lista e kandidatëve, të cilët do të paraqiten në qendrën e shërbimeve arsimore nga 18 deri në 20 korrik. Dokumentet e kërkuar dhe rregullat gjatë provimit, diplomat e nevojshme për të fituar certifikimin si profesion i rregulluar. Një opinion nga Ilir Vata mban titullin Demokracia e rreme dhe aleancat e fsheta. Nga Vangjur Saro, kultura kombëtare si hirushja. Turi në Berat, Rama, shkurtim burokracisë në administrat, jap se ankohen qytetarët para kryeministrit. Lëvizja në Partinë Demokratike, Patozi takim në Korçë. Jemi kundërshtar të Partisë Socialiste, të gatshëm të bashkëpunojmë me Bashën. Përplasja në Kumanov, aksidenti me Arbena Metajn, flet shoferi i autobusit, policia po fsheh fajtorin e vërtet. Shkarkimet, lista e zyrtarëve të lartë dhe drejtorëve të LSI-s në qendër dhe rrethe, të cilët do të lënë detyrën. Ekonomi, Irakli Premti, pse në Dumre ka naftë të cilësisë së lartë. Fshirja e tatimit me kusht, hapat që do të ndjek biznesi. Sociale, ndotja e ajrit, Shqipëria sërish në hartën e zezë, ja sa persona kanë vdekur, qytetet më të prekur. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që sjell disa tituj të tjerë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, Mustafa, lëre të qetë Skënderbeun. Një analizë nga Mojkom Zeqo, replik me Mustafa Nanon për Gjoja zbulimin se nëna e Skënderbeut ishte serbe. Pse tezat të tilla janë marrëzi diletantësh narcisist me dituri sipërfaqësore. Cila ishte realisht nëna e heroit kombëtar? Historia e vërtetë e Vojsava Tribaldës, bie e sundimtarit të Pollogut, trev midis Gostivarit dhe Tetovës. Dhe një apel, mjaft më, lëreni të qetë të patjetërsueshmin. Maturant, ja 450 degët ku mund të konkuroni. Udhëzimi teknik i qendrës shërbimeve të arsimit me hapa si duhet të aplikoni në universitetet publike dhe private. Sistemi online për renditjen e 10 preferencave. Tragedia në det, Filip Çakuli, heroizmi në shoqërinë tonë dhe rasti Benjaminit nga Tetova. Kriza në Partinë Demokratike, shpallet fraksioni i parë në Partinë Demokratike, zbulohet emri dhe mbështetësit e lëvizjes. Në brendësitë gazetës Dita janë 5 faqe për plazhistët me fjalkryqe dhe lojra. Është diçka që njoftohet në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Koha Jon, Basha Selami, garë në errësirë. Edi Rama, denonconi administratën. Koalicioni ynë është me qytetarët. Rama në Berat tregon me gisht lëvizjen socialiste për integrim. Reagojnë fort Kryemadhi dhe Vasili, qetësohu se nuk e parë gjë akoma. Zgjedhjet, Lulzim Basha, vetëm Partia Demokratike ka moralin dhe vlerat për të shpëtuar vendin. Forum, nga Hajrullah Koliqi botohet artikulli Musa Kraja, personalitet i shquar i pedagogjisë dhe arsimit shqiptar. Berat, banorja i thot kryeministrit,
Para zgjedhjeve, ministria mi lidhi dritat, tani mi hoqën dritat. Intervistë, eurodeputeti Brando Benifej, Lëvizja Socialiste për Integrim, forca politike që po investon fuqishëm tek të rinj. Takimi në Bullgari, Gjingjoni rizgjidhet kryetari i rjetit ballkanik dhe euromesdhetar të këshillave gjyqësor. Investimet Erjon Veliaj do mbajnë premtimin për ndryshimin e Tiranës. Intervistë, rektori Ali Ashari, Universiteti Korçës, kaloi vettingun britanik. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, nesër vendimi për vettingun, ku vendi kërkon kushtetueses të rrëzoj padinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve. 3 argumente për zhbllokimin e reformës. Spartak Ngjela, amerikanët në vjeshtë do sjellin shtetin e së drejtës në Shqipëri. Struktura e posaçme antikorrupsion dhe byroja kombëtare e hetimit do hetojnë krimet e pushtetit. Fatos Klosi, parlamenti e ka nxjerrë shërbimin informativ shtetëror jashtë kontrollit. Nuk ka ushtruar të drejtën ligjore, ja si kontrolloi institucioni në kohën time. CIA për Shqipërinë e vitit 1984, vendi më i varfër dhe më i mbrapsht i Evropës, po zbut izolimin me jashtë, luftë brenda llojit në lidershipin komunist. Edi Rama, në shtator do të shkurtojmë burokracitë, do të luftojmë me çdo mjet parazitët dhe grabitqarët në zyrat e shtetit. Juristët, gjykata kushtetuese nuk mund të rrëzojë vettingun, reforma drejt zbatimit, shumë shpejt raste konkrete. Ligji për kamerat e sigurisë në kushtetuese, sot vendimi për padinë e shoqatës së tregtarëve. Shtohen peticionet kundër Bashës në rrethe, pas Korçës, Vlorës dhe Tiranës, edhe Shkodra kërkon të anullohen zgjedhjet. Fshirja e detyrimeve me kusht, tatimet shpallin procedurat që duhet ndjekin subjektet për të përfituar nga ligji i faljes. Një koment nga Bardyl Bejko mban titullin Roft marrëveshja, poshtë marrëveshja. Nga Riza Hoxha, të gjithë jemi të shqetësuar pse Partia Demokratike po vrapon drejt Greminës. Nga Besi Bekteshi, ashtu si kokfortësisht nuk themi vlerën e shkruar në lekun shqiptar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Asgjë nuk i mban dot më shqiptarët të mos largohen nga vendi. Shqipëria nën pushtetin e zjarreve, 17 vatra vetëm dje. Shifrat zyrtare të Triestes, asnjë projekt Ramës. Veliaj, 1.5 miliard tendera në 5 javë për veten dhe ortakun veronez. Nga Albina Deda botohet artikulli sa shumë mundim për të shfaqur mos mirënjohjen. Nga Namir Lepardaja, Edi Rama dhe psikologjia e turmës. Këto janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt Festivali Botror Internacionale së Rinisë Socialiste në Jalë, Florida Kërpaçi, promovimi i shkëlqyer i Shqipërisë dhe i vlerave më të mira të rinisë. Intervista e eurodeputetit italian nga Festivali Botror i Rinisë Socialiste në Jalë, Brando Benifej, LSI, forca politike që po investon fuqishëm te të rinjt. Krenari për lëvizjen rinore për integrim dhe rolin tonë në arenën ndërkombëtare. Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, Rama, Dembel Pashërim dhe Llafazan ambulant. Reagimi pas deklaratave të kryeministrit nga Berati. Reagimi i deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Shezai Rokaj. Plazhet janë lënë në mëshirë të fatit, qytetarët nuk kanë asnjë siguri në to. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani, vettingu duhet filloj sa më parë, mirë atë që e çon hallin në gjykatë. Raporti OECD-s, konkurenca e biznesit me standarde, Shqipëria renditet e fundit në Evropën juglindore. Pas samitit të Triestes, Komisioni Evropian, Shqipëria nuk mori asnjë projekt e fundit për sa u përket granteve të Bashkimit Evropian, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, rënja e Tiranës, Mema, gabuan medaljen dhe aleatët. Analiza ish trajnerit, kujdes me lojtarët e huaj, Zemaria shpresë për ringritjen. Drejtuesit nuk e kanë kuptuar ende që janë pjesë e elitës. Kategoria e parë do të jetë luftë e egër, kam frikë mos bëhemi si Dinamo. Trajneri i ri, Cristian Panucci në stolin e Shqipërisë, dukën e bindi Capello. Zyrtarizimi i shmbrojtësit bëhet e njëjtën, do të marrë 20.000 euro në muaj. Gazeta zbulon telefonatën e Dom Fabios me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Kuksi, një gol i shpejt ndaj Sherifit dhe telefoni, ja dëshirat e gjokës. Skënderbeu, Lila ju bën presion kazakëve, as milionat nuk ju bëjnë punë. Partizani, zbardhet kupola e Moxhit,
rikthehet Gens Tomori, ja rolet që do kenë Big Luciano dhe italiani Preti. Reagimi, flamurtari Pavlonjat, Duro, kërkova Bregun. Lëvizje, Teuta merr një serb, Laçi do Gilman Likën. Mirabelli e konfirmon, Milani pa frena, vjen Morata ose Sanchez. Afrime, Deshilje Shesni, Juventus i bën një doppio goditje. Inter ikën Perisic, e zëvendësojnë Keita dhe Kovacic. Bayern Munich, Rumenige vën rresht Rebeli Lewandowski. Mercato, tërbohet Paris Saint-Germain, ofertë zyrtare për Neymarin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.